Përshëndetje, jemi në podcast, jemi në Radar, i kthehemi sërish me rubrikën për të folur për më shumë për njeriu, për trupin ton, për energjitë tona. Kësaj herë do të fokusohemi tek intuita dhe a kemi ne të gjithë një shqis të gjashtë sa i takon këtij drejtimi. Me ne është bashkuar trajnere shpirtërore Sonila Vogli. Zonja Vogli, faleminderit shumë që jeni me ne për të disatën herë për të sqaruar publikun mbi çështje që ata kanë shumë interes. Faleminderit juve. Çfarë është intuita? Si do ta përkufizonit ju? Intuita është ajo që quhet edhe syri i tretë. Është pjesë e çakrës së gjashtë, qendrës energjetike të gjashtë që ndodhet këtu në mes të syve, në mes të vetullave, dhe është ai sy që ne na ndihmon që të shohim përtej atyre që mund të shohin, asaj bote që mund të shohin syt tan fizik. Kështu që intuita është një mundësi për të parë diçka më shumë se që shohin 5 shqisa tona që na bëjnë që të jetojmë për ditë. A lindim gjithë me këtë shqisë të gjashtë, me këtë intuit, apo mund ta trajnojmë, ta amplifikojmë me kalimin e viteve dhe të kohës? Lindim të gjithë me të gjitha çakrat të hapura në një farë mase, lindim të gjithë me syrin e tretë të hapur deri në një farë mase. Në vitet e para të jetës ku egoja dhe trupi mendor nuk është akoma krijuar, deri në moshën 5-6 vjeçare syri i tretë është shumë i hapur. Domethënë jemi në gjendje të shohim, fëmijët janë në gjendje të shohim shumë përtej botës fizike, gjë që ata i ndihmon edhe që të rriten në këtë botë edhe që të bëjnë një jetë më të mbrojtur, sepse janë në gjendje të shohin më shumë gjëra. Pas krijimit të trupit mendor dhe krijimit të egos, e humbasim pak lidhjen me botët e tjera apo me syrin e tretë. Syri i tretë mbyllet pak. Mund të rikthehet duke punuar, duke medituar, duke punuar me veten, që ta forcojmë këtë intuit për ta përdorur këtë shqisën tonë të gjashtë. E kemi të gjithë, por varet se sa dim ta përdorim. Si mund ta dallojmë intuitën nga frika, ankthi, shqetësimi, pasiguria? Kur një mesazh vjen nga intuita e pastër, kur është syri i tretë që është duke të folur apo duke të dhënë një mesazh, nuk ka nxitim, nuk ka vrap. Kur është frika që është duke të dhënë një mesazh, domethënë ty është duke të dhënë një informacion apo një informacion në tru, një komand, frika apo ankthi, gjëra duhet i bësh me vrap. Domethënë unë duhet të dal nga kjo situatë, është frikë. Unë duhet të shoh se si të dal nga kjo situatë, është qetësi për të gjetur rrugë zgjidhjen. Kjo i dallon. Atë qetësinë ta jep vetëm intuita e pastër. Mënyra se si ne rritemi, a ka të bëj në forcimin e intuitës tonë, apo njeriu më pas me kalimin e viteve ka vetë në dorë se si mund t'i shohë rrethanat, se si mund ta orientoj veten e tij drejt një gjëje që për të është e mirë ose e keqe? Ka një rol shumë të rëndësishëm prindrit. Sa më shumë e mbron një fëmijë që nuk e lë që të bëj rrugtimin e tij, të marrë eksperiencat e veta, aq më shumë ti ja mbyll këtë intuit. Sepse je ti ai që je duke i zgjidhur problemet fëmijës. Mënyra se si rritemi, sa më të lirë rritemi, në kuptimin që jemi edhe të bjem edhe të ngrihemi, në kuptimin që ti kuptojmë vetë se si funksionon kjo botë, jo pa ndihmën e prindërve, sepse ne e kemi nevojë për ndihmën e prindërve, njeriu është një nga kafshët e kësaj bote që e ka kohën më të gjatë për të qenë që ka nevojë për ndihmën e të tjerëve për të rritur, por sa më shumë fëmia është në gjendje të eksploroj, aq më shumë është në gjendje që të mos e humbi kontaktin me syrin e tretë, me intuitën. Siç tham, deri në moshën 5-6 vjeçare, kur nuk është krijuar tamam egoja, ajo intuitë është e pastër, është e hapur, është 100% e pastër. Është edhe fëmia e përdor 100% pothuajse. Me formimin e egos dhe me krijimin edhe të frikrave apo edhe të
detyrimeve që ne kemi, apo kur nëna i thot mos këtë, mos atë, kujdes aty, kujdes atje, krijohet ky bllokimi i çakrës së 6 dhe largohemi, le të themi, nga intuita. Fëmia fillon e largohet. Po që se lihet i lirë që ta kuptoj vetë, që të përdori prap intuitën e vetë, të përdori çakrën e 6, e ka edhe kur rritet. Pastaj vazhdon ta ketë, apo di ta përdori edhe kur rritet. Është normale që më vonë jemi në gjendje që ta rikthejmë këtë. Në një farë mënyre ai bllokim është sikur ngurtësohet, edhe ngel goxha i ngurt, po jemi në gjendje që këtë ngurtësim ta heqim edhe ta hapim prap çakrën e 6. A ka një shpjegim shkencor për intuitën, apo është ende pa shpjegueshme shkencërisht? Nga ana psikologjike edhe nga ana neurologjike ekzistojnë pjesë të trurit të njeriut, siç janë hipofizi, edhe një gjendër që është mbi trurin e vogël, që ngurtësohet ose është e gjallë, le të themi, në përdorim, dhe është vënë në re që kush e ka intuitën, sidomos persona që merren shumë me meditim, janë bërë shumë eksperimente, sidomos me shuamit indian apo me shamanët e Amerikës së Jugut, që shohin që këtë gjendrën pineale, që është mbi trurin e vogël, e kanë aktive, do të thonë është shumë aktive. Ata janë në gjendje që ta përdorin më shumë intuitën, ta përdorin më shumë këtë syrin e tretë. Jemi të gjithë në gjendje që ta rizgjojmë këtë gjendër, duhet meditim, duhet kohë, duhet dëshirë për ta bërë. Intuita ku ndryshon nga fati? Pra, themi që ka intuitën e fortë ose kishte fat? Intuita është ta kalosh fatin, ta te kalosh fatin, sepse ti mund të kesh një fat të keq. Fati është karma, fati është ajo që ti ke të përcaktuar nga se çfarë të ka ndodhur përpara teje. Edhe ti je i detyruar, mund të kesh fat të mirë apo të keq, karma të mirë apo të keqe, po që ti do përballesh me të në çfarë do lloj mënyre. Do gjendesh në këtë jetë, në situata të ndryshme, derisa të kuptosh një gabim, për shembull për fatin e keq, derisa ta kuptosh edhe ta te i kalosh atë. Në momentin që ti ke intuitën të zgjuar, që ti ke syrin e tretë të hapur, ti je në gjendje të kuptosh se ku është bërë ai gabim, se ku është krijuar ajo karmë e keq, edhe ta te i kalosh pa e vuajtur në trupin tënd. Nuk është e vërtet, është e vërtet që ne mësojmë nga vuajtja deri në një farë niveli të rritjes shpirtërore. Kuptohet që personi ka te i kaluar këtë nivel të rritjes shpirtërore kur mëson përpara se ta vuajë një situatë. Kur është në gjendje të përdori intuitën përpara se ta vuajë fatin e vet. Për fatin e mirë pastaj le të vijë, sepse e presin gjithë, kështu që. Se disa njerëz duket që kanë intuitë më të fortë se disa tjerë. Shumë janë edhe të lindur me një çakër të 6 më të hapur. Ata kanë zakonisht në aurën e tyre një ngjyrë blu elektrike, kështu që edhe që tregon që çakra e 6 është shumë vibrante, është më e hapur se të tjerët. Edhe kanë këtë intuit të pastër. Zakonisht janë edhe artistët, për shembull, apo kush merret kush është në gjendje që të shohë përtej botës fizike, që mund të jetë edhe një shkencëtar. Për shembull, thuhet që Einsteini e kishte çakrën e 6 shumë të hapur, sepse ishte në gjendje të shihte, të gjente informacione dhe të kuptonte informacione që nuk ishin normale për kohën e vet, sepse ne sot dim shumë gjëra sepse ai i ka zbuluar. Ai ka qenë në gjendje që ti përkthej në gjuhën e njeriut. Edhe artistët kanë të njëjtën gjë, çakrën e 6 edhe çakrën e 5, që është ajo e të shprehurit të gjës që ti e duke parë, shumë të hapur. Janë në gjendje që të shohin një emocion apo të shohin një
të shohin botën në një koncept komplet ndryshe, nga një nivel tjetër, që është niveli i çakrës së 6, që është niveli i syrit të tretë të hapur. A mund të stërvitet intuita dhe nëse po, si? Ka shumë mund të stërvitet edhe shumë thjesht, sepse ndonjëherë gjithë e bëjnë sikur është diçka shumë e vështirë për tu arritur. Nuk është shumë e vështirë për tu arritur. Disa nga ushtrimet kryesore që jepen në botën e meditimit apo në botën e jogës është që ti të ndjekësh çfarëdo lloj intuite të vjen.